analiz shumë interesant. Parin do ta them tani, por të dytin pak më vonë. Artan me Gjyshi, përshëndetje, zoti Mir Gjyshi. Përshëndetje të stuar në studio. Shumë interesante sepse media spanjolle sot shkruanin për një lojtar i cili shkruhet historinë tek Mallorca duke kaluar Samuel Eto'o me gola dhe tashmë është njeriu që ka shënuar më shumë në historinë e klubit. Është pikërisht Muriqi. Na vjen mirë jo vetëm për faktin që është një shqiptar dhe në përfaqëson gjithë kombin tonë me këto arritje dhe me suksese që do të kishte zili çdo njeri dhe çdo sportist, por edhe për vetë faktin që kemi kaluar në duar në fillimet e tij, jo vetëm unë, por edhe trajnerë tjerë si Magani tek Teuta, ashtu dhe unë tek Besa në gjithin sezon që ndau për gjysmë ndërmjet Teutës dhe Kavajës. Për faktin që në atë kohë... Se nuk e mbajtën të Teuta në atë kohë? Por... si duket... Kush ishte trajner të Teuta? Magani ishte në atë periudhë. Magani e kishte lojtar të preferuar me sa diun, se kam biseduar edhe Magani në atë kohë, por në Teuta në atë kohë luante Daniel Xhapa, që ishte lojtari i momentit në Superligën shqiptare, ishte shënuesi më i mirë i kategorisë superiore dhe kishte pak hapësirë tek Teuta. Dhe në këtë se u bë një ndeshje ndërmjet nesh edhe Kavajës dhe Besës, ku ne Kavajës dhe Teutës, ku ne fitonin 2-0 dhe Muriqin e fut Teuta në 10 minutat e fundit dhe ai transformoi ndeshjen dhe nëpërmjet lojës së tij Teuta arriti ta barazonte ndeshjen dhe përfundoi në 2-2. Dhe kjo ishte, si themi, një indicie që na dha mua me presidentin, pastaj kur ja kërkova presidentin. Mir Gjyshi, si ishte si djalë? Ma kujtojnë çik. Por ishin fillimet e tij, ishte një djalë i ri, një djalë i ndrojtur do të thoja, një djalë që kishte shumë edukat pune, domthonë ishte shumë donte të thithë, donte të merrte çdo gjë, ishte shumë i dëgjuar dhe ishte gati të jepte të sakrifikonte çdo gjë për futboll, e dëshironte futbollin do të thoja, dhe ishte një njeri kokulur, si duket edhe ishte i vuajtur, ishte rritur i vuajtur do të thoja. Me sa di unë ishte edhe fëmijë jetim pa baba, xhaxha i tim ka takuar një herë në... Po pse takoi? Për t'u interesuar për djalin? Për t'u interesuar momenti që do bëja lëvizja nga Teuta tek Kavajë, Besa, u takoi dhe për të marrë një informacion. Po sa paguaj atje? Sa paguaj te Besa në atë kohë? Kishin apo s'kishte kontratë? Në fakt ai ishte në kontratë me Teutën dhe vetëm pagesa mujore u paguaj tek Besa, ishte vetë 1.000 euro ka qenë, $1.000 më herë nuk e di diçka e tillë ka qenë. Një pagesë normale, por nuk e kishte probleme tek pagesa, kishte vetëm atë dëshirën e madhe që të luante, të merrte minuta. Dhe tek Besa nuk ishte kollaj, sepse unë atë kohë tek Besa kisha lojtar shumë të spikatur, kisha Sefën, që ishte lojtar shumë i mirë, përshënues nga Dinamo që ka tek Besa, kisha Berishën, Bernard Berishë, që sot është pjesë e Dinamos, kisha Sidrit Gurin, që ishte një talent, ishte një lojtar me shumë të ardhmë përpara, pra kishim lojtar edhe Mancakun, që morën Mancakun nga Teuta e Durrësit, pra kishte edhe konkurrencë të madhe tek Besa, por tek Besa Muriqi arriti në sajt punës të tij, vendosmërisë, vullnetit të pakufizuar, arriti të luante të bëjë titullar dhe shënoi edhe 3 gola në gjysmën e kampionatit që kuptoj. Ishte njeri që punonte tërditën edhe mbas tërvitjes? Të thash që ishte një njeri që donte të thithë çdo gjë, pyeste për çdo gjë, pyeste çka kam nevojë, ku mund të... Çfarë mësoje ti Mir Gjyshi atëherë? Çfarë thoje? Lëvizje në fusht, çfarë mësoje? Po është ai kishte nevojë ai kishte parametra statur fizike të jashtëzakonshme, numri këmbësh ishte 46, edhe kputucët i bënte. Sa e kishte këmbën?
46. Po ku I gjeni të kputucët? I merrte me porosi, I porosi të çantë. Por ishte lojtar, ishte për forcë trupore që ka, ishte pak I avasht, pra duhet kishte rregullonte masë muskulare, të rritë masë muskulare, dhe të rregullonte pak frekuencën e hapit, sepse ishte hapa të mëdhenj. Dhe këto gjëra I pigjonte, I thite dhe mundoj çdo ditë përveç stërvitjes që bënim me skuadrën, të ditë edhe bënte stërvitje individuale për të mësuar ato element që ai pastaj me kalimin e kohës ka rritur. E kërkuan menaxherët për njerë pan cilësitë e tij, nuk doni ta mbanin në Shqipëri? Në gjatë kohës që ishte që ne pati paraqitje shumë pozitive, biles në një ndeshje me Flamurtarin në Vlorë, ne fituam 4-1 dhe Muriqi përveç se shënoi dha edhe 3 asist të tjerë, po mund të themi ka mundur vetë Flamurtarin në Vlorë, dhe në atë ndeshje kanë ardhur e kanë marrë menaxherët turq që unë I ka thënë që të vazhdonte të rinte tek ne, ai dha profesor kam një kontratë të mirë në kategorinë e dytë të Turqisë dhe nuk mund t'i them jo fa. Kështu që direkt Pikasi biles ai aty u bë dhe lojtari I shpresave, U21 të Shqipërisë, luajti edhe 4 ndeshje me shpresën tonë, pra gjatë asaj periudhe, pra bëri hapat galopante dhe shumë shpejt për një periudhë kohë shumë shkurtër, pra nga janari deri në maj, atë periudhë që optimizu tek Besa. Po kështu me shokët, si ishte me shokët? Aty neve kishim tek Besa kishim një komunitet kosovar, duke përfshirë lojtar Fizullau, që ishte lojtar shumë I rëndësishëm, Halili, Mustafa, Berisha, si qëtash, po pavarësisht tyre, ai ishin lojtarë që kishin edukat pune, të dëgjoni shumë, por edhe grupi ishte një skuadër me lojtarë të rinj që kishin uri dhe kishin etje për të ecur përpara dhe ishte lojtarë që nuk të sillte kur probleme, ishte lojtarë që çato t'i thoje vetëm dëgjonte. Po, ka shkruar ndonjëherë Muriqi? Ajo punë ka bërë që të ecë përpara. Kemi pasur kontakte jo tash së fundmi deri përpara, por si duket këto lëvizjet e shumta se niveli I lartë që ka arritur pastaj. Ka shumë trajnerë të kaluar në karrierën e tij dhe atje. Po mirë, e vërtetë është që ti e ke marrë Uzunin nga Berati? Jo, atë e ka thënë Uzuni vetë, por nuk ka dëgjoj. Una trajneta, unë ka pasur fati ti takoj këto në fillimet e mia dhe fillimet e tyre si trajner. Por çdo njeri që merret me sportin, që mund t'i dalloj dy. Po mirë, Uzunin ku dallove? Ç'a dallove te Uzuni herë se na habitet tani, pas ka qenë më mirë të punosh kështu. Sikosh talentet. Unë isha trajneri I Kavajt dhe ishim fazë partitore në Pobladec dhe bashkë me ishte dhe Berati. Dhe bëm një ndeshje miqësore kundra e Berati në Pobladec dhe aty ishte trajner me Mushi me Beratin. I them folën për Uzunin, më pëlqeu shumë, lojtar I shpejt, teknik, virtuoz dhe 3 muaj më mbrapa u shkojnë tek Apollonia në Super League. Dhe direkt marr me Mushin dhe më gjeni çik numrin e atij lojtari që kemi folur. U lidhëm kontakte, bisedova me presidentin e Apollonisë, me Uzunin, Berati kërkonte 3 milion lekë të vjetra në tokën për ta lëshuar, me bisedime e rregulluan këtë, I paguan ato dhe hyra dhe garant tek presidenti dhe që ato lekë mbajnë nga rroga ime, nëse nuk do dalë Uzuni lojtar për me të ardhmen. Dhe fakti është edhe që Uzuni heci në sajt të vullnet, I nga thonë herë tjera që Uzuni ishte lojtar që nuk dinte vetëm fush dhe dhomë stërvitje. Nuk ishte Uzuni gjithë ditën, bënë 3-4 stërvitje në ditë. Pra, Uzuni ka arritë atje vetëm sajt të vullnetit të vetë dhe punës e tij pa kursyer. E kuptoj. I madhi e Mergjyshi. Ma kishin thënë, unë fakt për Uzunin e dija më shumë, po nuk isha I sigurt, po këtë për Muriqi nuk e dija. Tani ç'a po bën aktualisht? Për momentin jemi pushim, kjo është puna jonë e trajnerëve derisa të gjejmë. Po normale se ju që dini nga kjo punë, ju që jeni ustallar të kësaj pune, ju që zbuloni lojtar, pushim do rrini.
Se do të rrinë ata që varianti bjeri lartë sa të binë shokët. Është të mërshme, kjo që ndodhë. Trajnerë cilët